Денеска имаме чест и задоволство да учествуваме на дискусија посветена на медиумската писменост. Секако дека владата на Република Македонија се заложува да имаме национален образовен систем сеопфатен, каде што секогаш ќе се надградува со актуелни текови, модерни трендови кои ќе се имплементират и на национално ниво. За ова прашање конкретно сме силно заинтересирани, конкретни чекори ќе се превземат и веќе се превземуваат од нашата страна околу медиумската писменост, бидејќи е значајно прашање да креираме индивидуи уште од најмали нозе, најрана возраст да направат дистинкција помеѓу тоа што е лажна вест и вистинска вест, а ова прашање влијае врз ставовите, размислувањата на секоја индивидуа за одредено прашање. Ова е предизвик и имајќи предвид дека и бројот, но и видовите на медиумите во нашата држава е значително зголемен, така што имаме потреба конкретно да се фокусираме и во основно, туку и во средно образование, да имаме содржини или пак да имаме посебен предмет посветен на ова прашање, посветено на медиумската писменост. Така што преку еден инклузивен пристап, слушајќи го мислењето на медиумите, слушајќи го мислењето на експертите, разгледувајќи ги анализите кои се направени на национално ниво, но и разгледување на искуствата во другите земји, ќе постапиме во наредниот период кон заокружување на најдобар можен начин на ова прашање и инкорпорирање на истото на националниот образовен систем. Прво, сот кеми деренде кнајцин че да марим пјес на një дебат, на një diskutim i cili i kushtohet edukimit medial. Si qeveria e vendit jemi maksimalisht të interesuar që sistemi nacional arsimor të jetë gjithë përfshirës dhe çdo herë të updatetohet, të freskohet, të mbindërtohet me inkorporimin e trendeve, zhvillimeve moderne, botërore, duke i parapa të njëjtat në nivel nacional. Bëhet fjalë për një temë të rëndësishme, të rëndësishme pra edukimi medial, sepse nga kjo varet se sa do të jenë individët të aftë të bëjnë distinkcion midis lajmit të rrem dhe lajmit të vërtet, edhe se lajmet sigurisht se ndikojnë në krijimin e qëndrimeve tona, koncepcioneve tona, bindjeve tona për çështje të caktuara, dhe se duke patur parasysh shumësin dhe mediumeve dhe llojet e shumta të mediumeve, kjo është një çështje e cila me të vërtet përbën prioritet për ne, prioritet që e njëjta të trajtohet më seriozisht në sistemin arsimor nacional, duke parapa tema konkrete, module konkrete në kuadër të programeve aktuale mësimore, zgjerimin e temave, apo edhe lëndë posaçme që do të ofronte njohuri elementare dhe bazike me çka do të fitojshin shkallësi, aftësi e njohuri nga ana e nxënësve tanë për të dalluar lajmet e vërteta dhe për të krijuar bindje, pozicione e qëndrime bazuar mbi lajmet e vërteta e jo mbi lajmet e rreme. Sigurisht se do të ndjekim një qasje inkluzive edhe në këtë drejtim, përfshirë vetë mediumet, e kemi të rëndësishme mendimin e mediumeve, e kemi të rëndësishme mendimin e ekspertëve të kësaj fushë, e kemi të rëndësishëm mendimin e shoqërisë civile, po gjithashtu janë të rëndësishme edhe dhënat dhe analizat të cilat janë bërë në nivel nacional, po edhe në nivel global, sigurisht se janë të rëndësishme dhe përvojat dhe njohja me përvojat e vendeve të tjera të cilat kanë trajtuar çështjen e tillë.